Në organizimin e Federatës së Volejbollit të Maqedonisë së Veriut, këtë fundjavë starton edicioni i parë i volejbollit për veteran të moshave mbi 40 vjeç, ku do të marrin pjesë 8 skuadra të veteranëve si Shkëndia e Tetovës, Tetova, Boreci, Veles, 11 Oktobri i Prilepit, Gjevgjelia, Strumica, Skopje dhe ZSV Sportist nga Strumica. Ky kampionat i parë i volejbollit për veteran do të zhvillohet me sistemin e turnireve të gjitha qyteteve të ekipeve pjesëmarrëse, ndërsa java e parë do të mbahet në Gjevgjeli. Për fillimin e kësaj lige të volejbollit për veteran, Durim Luma tha se Shkëndia do të prezantohet me volejbolistët të cilët fituan titullin kampion dhe do drejtohen nga trajneri Miftar Ziberi. Vitin e kaluar u bë një garë eksperimentale për veteranët, mirë po këtë vit do të startoj liga e rregullt e veteranëve të volejbollit Maqedonisë. Do të marrin pjesë 8 ekipe, ndërto është edhe Shkëndia, e cila vendosi që të marrë pjesë këtë ligë dhe besoj se do të jetë një kënaqësi për të gjithë ata që do të ndjekin këtë eveniment, pasi do të shohin lojtarë shumë të vjetër, domethënë kriteria është të jenë mbi 40 vjet. Por aty do të ketë edhe 60 vjeçar dhe 65 vjeçar. Sa i përket Shkëndisë, Shkëndia ka një fond lojtarësh veteran. Pra në atë ekip do të marrin pjesë ish lojtarët e Shkëndisë, Plum Vela, Ilir Vela, Besim Reza, Mesur Hamza. Une do të jem pjesa atij, ekipi Naser Qamili do të jetë kapiteni ynë, Miftar Ziberi do të jetë trajneri që do të na udhëheq neve. Edhe shumë lojtarë të tjerë, Fatoni, ne kemi regjistruar edhe Idris Bexhetin, i cili ka premtuar se po që se hymë në play-off, në 4 vendet të para, ai do të vije prej Zvicre dhe do t'i bashkangjitet ekipit. Me që kjo ligë do të zhvillohet në sistemin e turnireve, do të organizohen në 7 qytete sipas radhës. Ky manifestim do të mbahet me turnire, do të thonë do të ketë 7 turnire. I pari do të organizohet në Gjevgjeli, edhe ne në xhiron e parë do të luajmë kundër ZST Strumicës, pra veteranëve Strumicës. Turneu i dytë do të mbahet në Strumicë, aty do të luajmë me ekipin rival tonin Tetova. Kurse turneu i tretë do të mbahet në Tetovë, pra organizator do të jetë Shkëndia dhe besoj se edhe 3 turnire tjera do të caktohen deri në fund të manifestimit. Në xhiron e parë të ligës së veteranëve, që fillon më datë 6 prill në Gjevgjeli, do të përballen 11 Oktobri Gjevgjelia, Tetova Strumica, Boreci Skopje dhe ZSV Sportist Strumica Shkëndia.